Kemi hyrë zyrtarisht në muaj dhjetor, në muajin e festave, në muajin e ëmbëlsirave, ndaj sot vendoset përgatiset për biskotat me arra pa miell. Janë biskota karakteristike të Krishtlindjeve dhe përgatiten kryesisht në Sicili. Jeni dhe përgatisim së bashku. Si fillim grim arrat në një grilse shumë imët, shtojmë sheqerin dhe i përziejmë mirë të dyja. Më pas shtojmë të bardhat e vezëve dhe punojmë brumin me dorë, arrim një brumë të shkrifët dhe ngjitës. Në një anë tjetër hedhim sheqerin pluhur, formojmë format e biskotave sa një kokërare. Më parë duart i lyejmë me vaj ulli në mënyrë që të mos na ngjitet brumi nëpër duar, i kalojmë në sheqerin pluhur dhe i dekorojmë përsipër me arra dhe me konfeturë qershie. Kam përgatitur dhe pizzicoti, që janë biskotat pizzuese, kështu quhen në Itali, dhe i kam pjekur në furrë të parangrohur në 170 gradë për 10-15 minuta. I lëm që të ftohen mirë dhe më pas i shijojnë. Janë kaq të bukura dhe kaq të shijshme sa t'ju them. Ndaj, ruajini recetën, shpërndajeni me miqtë tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe komente. Nëse nuk më ndiqni ende, më ndiqni, ju mirëpres.